Deklarata e saj është dënuar me forcën më të madhe nga një deklaratë e Partisë Demokratike ditë më parë. Ne kërkuam menjëherë shpalljen e saj non grata dhe iniciimin e një padie për mbështetje të genocidit dhe të spastrimit etnik nga një ministër e vendit që i ka kryer këto akte. Përsa koha ajo rrin atë kabinet, ajo ka shprehur mendimin e padronit Edi Rams, Aleksandar Vučić. Dënoi me forcën më të madhe heshtjen e turpshme, heshtjen prej vasali të qeverisë shqiptare ndaj deklaratës së një ministri të Beogradit, ndërkohë që shpall non grata qytetar të Prizrenit pse marrin pjesë në protest, ndërkohë që shpall non grata deputet të Maqedonisë Veriut përfaqësues të shqiptarëve në aktin më të turpshëm, më vetëposhtrues, nuk guxon të shpall non grata dhe ai ministër i jashtëm, turpi të gjitha kohrave që nuk guxon të thot një fjalë, ndaj asaj që ishte ndaj ministrës Monster, që kërkonte spastrimin etnik të gjithë shqiptarëve nga Kosova. Ky qëndrim dëshmon ftyrën e vërtet të regjimit të Tiranës, një regjim vasal ndaj Beogradit.